Përshëndetje miqtë mi. Miqtërini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Përse është larguar nga ju personi juaj zemrës? Kush është arsyeja që është larguar? Pra, mendoni personin tuaj të zemrës dhe pyetja që është, përse është larguar ky person nga ju? Kush është arsyeja që është larguar dhe nuk ua ka thënë? Largimi që ky person ka bërë nga ju është tek pjesa e bollokut, pra ai ka lënë mbrapa pjesën e tij, biznesin e tij, bollokun e tij. Pra një shkak është pjesa e bollokut që ai ka larg biznesin, gjithçka që ka larg. Ju shikon si një yll polar, si një perspektiv të shkëlqyer të jetës tuaj. Ky do se s'bën të bëj një takim shumë shpejt me ju, për të sqaruar këtë largim që ka bërë drejt jush në mënyrë të befasishme, pa shpjegim. Pra, po bëjmë pyetjen kush është shkaku. Sepse ky është një person shumë i sinqert, që lidhjen tuaj e ka shumë për zemër. Pra, jeni bërë për njëri tjetrin. Dhe treshi i kupave më tregon që shumë shpejt ju do të merrni një lajm nga ky person për t'ju sqaruar për gjithçka që ka ndodhur midis jush. Është një person që nuk shprehet shumë, një person pak i stot, pak i trequr, me fjalë të pakta, që nuk jep shumë shpjegime për gjërat që ai bën në jetën e tij. Kjo histori mbrohet nga një ëngjëll. Shumë shpejt ju do të merrni mesazhe në qiell të pastër për t'ju treguar arsyeën e vërtetë përse ky person është larguar nga ju në mënyrë të befasishme, pa ju dhënë sqarim. Dhe shkaku kryesor i këtij largimi është pjesa e tij e biznesit, e bollokut, që nuk mund dot ta lërë me persona të tjerë, por është i detyruar që të jetë ai në krye të punës së tij, të biznesit të tij. Me kë rezonon? Me ujorin, me peshqit, me binjakët, me ligjëreshën, me demin, me akrepin, me gaforen dhe me peshoren. Kurse me gërmat e alfabetit mund të rezonoj me gërmën T, me gërmën R, S, G, Q, O, B, L, H, G, Y dhe gërmën N. Faleminderit shumë, miqtë mi.